Jam shumë i nderuar që ju jeni sot pjesë e hapjes fabrikave tona. Ju falenderoj nga zemra secili nga ju. Fabrika Loni Dekor sot ka bërë hapjen e fabrikave të reja dhe të showroomit, duke u shndruar kështu në prodhuesin më të madh në Ballkanin Perëndimor. Jam shumë i nderuar që ju jeni sot pjesë e hapjes fabrikave tona. Ju falenderoj nga zemra secili nga ju, institucionet, shokët e mi, miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi, familjen tanë, edhe stafin e Loni Dekorit që sot na kanë bën me kom prezident na këto. Faleminderit gjithëve që keni gjetë kohë e që sot jeni pjesë e Loni Dekorit. Faleminderit shumë. Gjatë punës tam sektorin privat dhe publik, më ka rrotë të takoj shumë njerëz, cilët me punën dhe djersën e tyne kanë arrit që të punojnë dhe të krijojnë për veti, për familjet e tyre dhe të kontribuojnë për shtetin. Nuk po tham vetëm se jam këtu, po një model i veçantë i kësaj pune, këtij suksesi janë edhe Fatoni e Fidonit. Bizneset tona, investimet private nga bizneset tona, me rastin e hapjes së fabrikës së re Loni Dekor janë thelbësore për zhvillim të vendit tonë, pasi që investimet e tilla nxisin rritjen ekonomike, krijojnë vende pune dhe përmirësojnë infrastrukturën. Si komunë, e vlerësojmë larg kontributin e bizneseve si Loni Dekor, të cilat jo vetëm që investojnë në zhvillim dhe cilësi, por gjithashtu krijojnë vende pune, ofrojnë shërbime moderne dhe kontribuojnë në mirëqenien e përgjithshme të qytetarëve tonë. Jam shumë i kënaqur dhe kam kënaqësi të posaçme që jam sot këtu në Vushtrri për të përshëndetur këtë moment të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik vendor, hapjen e showroomit dhe fabrikave të reja të kompanisë Loni Dekor. And I'm the managing director of Profine, and it is always really a pleasure to come to you in this beautiful country of Kosovo. Impressive for me when I see what you guys have built up in the last years. Especially Loni Dekor is an example for a successful company.